Raporti i gjeti se kompanitë amerikane përbëjnë grupimin më të madh kombëtar, duke zënë më shumë se 1/3 e firmave të identifikuara. Ndërto përfshihen Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, Palantir Technologies, Google, Microsoft, Amazon dhe Caterpillar. Në total, janë identifikuar 43 kompani që operojnë nga SBA-ja. Europa përfshin 39 kompani në 13 vende, me Gjermaninë në krye me 9 kompani, e ndjekur nga Britania dhe Serbia. Raporti identifikon gjithashtu një prani të konsiderueshme izraelite me 22 kompani vendase, përfshirë Elbit Systems, Israel Aerospace Industries dhe Rafael Advanced Defense System. Ndërkohë, India renditet mes kontribuesve më të mëdhenj në Azi, me 7 kompani, së bashku me kompani nga Japonia, Korea e Jugut dhe Kina. Sipas hetimit, kjo shpërndarje pasqyron një strukturë globale mbështetje ushtarake, që shtrihet në Amerikën e Veriut, Europë, Azi, Afrikë dhe Oqeani. Raporti klasifikon kompanitë sipas sektoreve si industria e mbrojtjes, logjistika dhe transporti, siguria kibernetike, inteligjenca artificiale, energjia, inxhinieria dhe materialet prodhuese. Industria e armëve dhe mbrojtjes përbën më shumë se gjysmën e kompanive të identifikuara. Megjithatë, studiuesit theksojnë se mbështetja teknologjike po merr një rol gjithnjë më kritik në operacionet ushtarake. Siguria kibernetike, sistemet e inteligjencës artificiale, shërbimet cloud dhe infrastruktura e përpunimit të dhënave përbëjnë rreth 10% të sektoreve të identifikuar.